ndërkohë ne tani do të lidhemi me një kolegun ton, një zot shumë i dashur për gjithë ne, i cili para pak kohësh na zgjonte me Wake Up edhe përshëndesim tani, e kemi në lidhje telefonike. Është Eno Popi. Përshëndetje. Përshëndetje Eno. Si jeni të dyve? U pa pak më parë. Dgjoj, të kërkojmë dje se e di që të kemi shkëputur nga puna, ke dalë nga klasa për më tepër, por nuk do të marrim shumë kohë, madje fare pak kohë. Tani pyetja ime e parë për ty është: a vazhdon të zgjohesh po aq herët sa që na zgjoje dikur neve? Po. Domethënë, unë duhet të them vetëm dy gjëra që të kuptohen mbi kontekstin asaj që jemi duke folur. Përgjithsisht ka njerëz që kur angazhohen në një program mëngjesi në televizion, janë ata që nisin karriera, por nuk e din çfarë i pret gjatë rrugës. Dhe rrjedhimisht unë mendoj që vitin e parë ose të dytë në mënyrës ritualit që ndërtojnë për shkak të punës që kanë zgjedhur ose kontratës që kanë firmosur, e lënë. Të tjerë pastaj janë nga ata që realisht vlerësojnë oportunitetin e karrierës dhe vazhdojnë shumë gjatë. Ne kemi Islin në top, i cili praktikisht është njeri që nëse le të themi do ndërthurim edhe periudhën kur unë bëja mëngjesin, që kam bërë një mëngjes të plot 10 vite, ai zgjoi paralelisht me mua se ishte pjesë e lajmeve dhe gazetave, dhe më pas kur unë në një sens bëra tërheqen për të lënë orin dhe Isli në program, praktikisht e kam shumë qartë se çfarë do të thotë të ndërtosh një karrierë në programin e mëngjesit. Pra, të kesh përpara një mundësi dhe oportunitet profesional të cilin e shfrytëzon në gjithë kapacitetet e veta. Dhe erat që përmenda natyrisht që janë këta të fundit. Por duke mbetur gëzimi im i mëngjesit është prandaj bëra diferencën fillestare, është për ata që praktikisht e kanë një gjim dhe ritual organik, sado që edhe mos jenë më pjesë e kësaj gjëje me vite në tutje, Blendi Salej, po aq kam përshtypjen që këtu dakordohet me mua se ai paralelisht me ne kur mëngjesin Wake Up-in derisa Wake Up-i u bë ai që është, praktikisht ai ka pasur klubin e mëngjesit në Club FM, dhe edhe ai e di shumë mirë që do të thotë që ti të kesh një rutinë mëngjesore të vazhdueshme, që edhe ti kur nuk je në punë, por në një moment vendos që të ndryshosh stilin e jetës, ajo që nuk do praktikis kurrë është hapja e syve organikisht, pra pas bile. Po, duket që ka edhe një dashuri të madhe mes jush që keni bërë programe mëngjesi dhe programe. Duket që doni aq fort programin saqë gjumi bëhet një element dytësor në këtë rast. Po shiva, unë s'di të them, për vete unë nuk e mbaj veten për një gjumasht madh. Okej. Njerëz që unë njoh njerëz që praktikisht vetëm për këtë arsye, sepse gjumi ka qenë arsye thelbësore dhe i cili pastaj respekton arsyet e veta, praktikisht kanë hequr dorë nga kjo rutinë pune. Të tjerë që përpiqen të kompensojnë sa munden, po nëse më takon të flas për vete, praktikisht mua një tetorsh klasik ose shtatorsh klasik i gjumit më mjafton. Unë kam rastisur që kam ardhur në top kur Eno ishte akoma në mëngjes dhe e kam parë në fakt se me sa pasion edhe me sa rëndësi, po themi, i kushtonte çdo detaj. Tani dua të them, a ka një përgjegjësi të veçantë një program mëngjesi ndryshe nga programet e tjera që vinë në televizion? O Edi, unë nuk e kuptova pse më morë mua në telefon për të kujtuar një kapitull që unë praktikisht e kam kaluar. Dhe megjithatë, po them në përgjithësi. E kuptoj, mirë është për të kthyer një herë në ca gjëra të cilat praktikisht janë aty dhe janë të pamohueshme ti. Atë po thonim. Sepse na ke zgjuar me shumë pozitivitet gjithmonë. Faleminderit të dyve. Dgjoj, shive, të një gjë. Gjithë cili ka stilin e vet punës. Unë, kur kam nisur programin e mëngjesit me Ledionin dhe fillonim Wake Up-in në një kohë që ishim midis radios dhe radios dok, pra në bërit e radio ashtu si gjdonim dhe dinim ne, por edhe televizionit i cili në thelb është një medium dhe ti do të trajtosh si të tillë praktikisht për të informuar, për të mbajtur lidhjen me njerëzit dhe përditshëm e tjerë, ne kishim shumë të qartë targetin tonë. Unë kam përshtypjen që sa më i qartë jesh për audiencën që ti drejtohesh, rrjedhimisht aq le të themi më e orientueshme është puna. Kështu që
unë dy them, i kam kushtuar vëmendje, dashuri, lodhje, pasion, ndonjëherë e kanë vendosur primare në raporte me gjërat e tjera më të ngushta që shumë njerëz do ta kishin menduar që të vendosin punën në raport me shumë gjëra tjera, ne për shkak se zgjodhëm vendosin punën edhe praktikisht ka qenë puna. Ditëm që unë kështu e kam bërë dhe kështu e kemi çuar përpara dhe kjo ka qenë mënyra jonë e punës. Ka pasur plot njerëz me të cilët kemi bashkëpunuar që kanë zbritur nga varta për shkak se nuk janë përshtatur këtij ritmi, kanë qenë të tjerë që na janë bashkuar me shumë qejf dhe praktikisht kemi bërë punë të mira në Kosovë. Eno, shkurt fare sepse kemi shumë pak kohë, vetëm një impresion të shkurtër për sezonin e parë të The Morning Show që ti e ke parë. Unë e kam parë Morning Show në mënyrë sezonin e parë, duke qenë se The Morning Show ishte një produksion që duhet lançonte një produkt streamingu të Apple TV Plus dhe duke qenë si jo vetëm fani Apple, po praktikisht një njeri që është në këtë ekosistemin digital të Apple-it, unë mbaj mend atëherë që ditën e di me kokra, po realisht me kokra, 1, 2, 3, 4 kanë qenë Tiranë, që kur ky serial filloi të shfaqej, mund të gjeja unë të rastise që edhe e kishin pasur. E besoj. Në rrethin e njerëzve që unë njihja se natyrisht mund të ketë pasur shumë më shumë. Pastaj, me sa mundin, se sot nuk ka gjë në botën digjitale që nuk gjehet online, ja kemi rekomanduar shumë njerëzve të tjerë brenda këtij mjedisit tonë. Pra praktikisht e njihnin, edhe ta shihnin. Sepse unë aty thelbësisht, jo se nuk e kemi ditur, edhe për shkak të mundësive vizitave profesionale, shkëmbimeve profesionale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, trajnimeve që kemi bërë etj, unë e kam ditur gjithmonë peshën se çfarë diferencë bën një program mëngjesi në Shqipëri me një program mëngjesi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Diferencialisht natyrisht investimi edhe mënyra se si trajtohen njerëzit, por ajo që duhet të them është kur e kam parë sezonin e parë të The Morning Show, i cili në fakt duhet të një gjë. Është nisur nga libri që u cituat, por thelbësisht është një produksion i cili ju atashua një lëvizje e cila është Me Too. Dhe për shkak se duke qenë se ka qenë një prej filmave i cili natyrisht në atë periudhë u vlerësua edhe me Emmy, unë di të them që ishte në vazhdim e shumë serialeve që jepnin disa të vërteta në raport me ngacmimet seksuale në vendin e punës. Kështu që padyshim edhe kjo ka qenë një ndër tematikat, po themi e veçanta që ka trajtuar ky. Dhe unë për shembull hiq këtë pjesën e serialit që natyrisht ka histori njerëzore shumë brenda, natyrisht që ne kemi parë gjithë dinamikat e një mjedisi profesional që e njohim, që nga zgjimet mëngjes, rutina mjedisore, bisedat e korridoreve, dominancat karrieriste, egot që prevalojnë, luftat e brendshme për të mbajtur gjithmonë më shumë le të themi një lloj statu quo që vendos kur ti punon dhe do të ndërtosh një karrierë. Unë e kam parë në shumë prizme. Sezonin e dytë, i cili natyrisht me ta miq që e diskutoj gjithmonë, më vjen keq që nuk e kam nisur, se më thanë që rrugës është bërë shumë interesant. Për pash episodin e parë, thash me vete ka diçka që nuk shkon. Do ta vazhdoj për inerci se kam dy miq që më thanë që ka filluar të bëhet shumë interesante. Këtë të premte, pra sot do duhet që të kenë hedhur dhe finalin e sezonit të dytë, ndërkohë që paralelisht me sezonin e dytë, në periudhën e pandemisë ata kanë mbyllur dhe kanë xhiruar sezonin e tretë. Dhe ju e dini që Jennifer Aniston dhe Reese Witherspoon, që janë producentët e filmit, praktikisht kanë dashur që të bëjnë një film i cili në raport dhe me kontratën që i ka paguar Apple, ka qenë një film i mirë, mendoj unë. Por do të shoh tani sezonin e dytë. Duhet të shohim. Që na largohet Jennifer Aniston me qira fjala. Ishte sezoni i dytë, ishte edhe i fundit për të. Kështu që a mendoni se unë di që ka një sezon të tretë? Jo, për Jennifer Aniston, sepse ajo lajmëroi sot që nuk do të jetë më pjesë e këtij seriali. Dgjoj, unë besoj që çka kishte për të thënë. Pikërisht. Në një moment u kam pyetur vetëm se do duhet të ketë një sezon të tjetër.
të falenderojmë shumë, ti duhet na kuptosh shumë mirë se ne në fakt i kemi kaluar edhe këto minutat që kishim në dispozicion. Të kërkojmë shumë ndjes që të shputëm nga puna dhe faleminderit që na riktheve edhe për vete, po edhe për ne këto emocionet e disa viteve më parë të tuat. Po shumë gjithë kolegen, unë ju falenderoj që ishit që më morën në telefon, më kthyehet brapa në kohë. Ishte të thonë faleminderit edhe drejt me mirë të dyve. Shumë faleminderit. Shumë në kënaqësi të dëgjonim zërin në program. Gjithë të mira. Faleminderit gjithë. Okej, ishim me Enon, Wizi andej vetëm sa nuk po na kërcënon. Shumë e rëndësishme në fakt e tha edhe Eno, po shumë e rëndësishme që të niset dita mbar me pozitivitet, pavarësisht se lajmet tona nganjëherë gjatë ditës sidomos marrin për terse dhe fillojnë edhe agravohen. Megjithatë, mëngjesi është shumë i rëndësishëm dhe fal Zotit kemi programe që na njoftojnë për motin, për horoskopin dhe pastaj nisen disa biseda të këndshme. Okej, tani jemi në fund në fakt për intervistat e plota që kemi bërë me drejtuesit e programeve të mëngjesit të televizionit, mund t'i dëgjoni edhe në YouTube kur të kemi edhe programin ton që do të bëhet upload aty sepse ju i shikoni çdo punta. Ne kemi mbërritur në fund, fitues është shumë interesante, nuk kemi të quizit, kishim vënë një foto të Ralph Fiennes, i cili së fundi mori pjesë edhe tek No Time to Die dhe ka marrë pjesë në disa filma Bond. Nuk e di, kishim vënë një pjesë shumë të vogël të syve dhe në fakt me sa duket ka qenë e vështirë për ta, por që do të kemi një quiz të ri, një aktor të ri për të cilin do të përgjigjeni në Instagramin e kujdes me nivelin e vështirësisë së fotove sepse quizi duhet të fitohet. Bash do të jemi të premte në ardhshme, kalofshi bukur, kalofshi sa më bukur.